A lejohet me kry marrëdhënie me një të dashur kur akoma s'jam feju e martu, po që njëri tjetrin e duam? Lidhjet jashtëmartesore janë të ndaluara në Islam. Immoraliteti është ndër mëkatet më të mëdha. Immoraliteti shkatron robin, shkatron familjen, shkatron shoqërinë. Nëse e do një vajzë apo nëse e do një djalë, martohu. Ashtu pra si çdo i madhi Zot, ashtu edhe siç e kemi në traditë, që të ruajmë familjen, të ruajmë nderin. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wala taqrabu zina", mos ju afroni immoralitetit. Dëmet e immoralitetit vinë qysh këtë botë para botës tjetër, prandaj kujdes nga immoraliteti.